Sot është shënuar për vjetorin 27 I rënies heroike të dëshmorëve të fshatit Llarev, Idris Balaj, Syl Balaj, Milazim Balaj, Remzi Veselaj dhe Hysem Pantina, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Në nderim të kujtimit dhe sakrificës së tyre, në orën 11 janë mbajtur homazhe në varrezat e dëshmorëve në Llarev, me pjesëmarrjen e familjarëve, qytetarëve, përfaqësuesve të institucioneve dhe organizatave të dala nga lufta. Gjatë ceremonisë është vlerësuar lart kontributi I tyre për lirinë e vendit, ndërsa është theksuar se sakrifica e këtyre dëshmorëve mbetet gurthemel në historinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës. Në fund të ceremonisë në shenjë respekti dhe nderimi, në varrezat e dëshmorëve janë vendosur kurora me lule. Lavdi. Nderuar familjar, nderuar bashkëftar, të nderuar pjesëmarrës. Mirë se vini në 27 vjetorin e rënies së dëshmorëve fshatit Llarev, të Idrisit, Sylës, Milazimit, Rexhepit, Remzis dhe të gjithë dëshmorëve tjerë. Rënia e dëshmorëve për lirinë e vendit nuk është vetëm emër që gëdhanë në gurë, por realisht janë ata vetë liria, të cilën na sot e gëzojna, na sot e përjetojna, sot e kena mundësi, na ka ndonë mundësinë edhe të tina të lirë, edhe të klasën të lirë, edhe të kundërshtojmë njëri tjetrin, edhe të bëjmë debate të lira, falë gjakut dhe lirisë tyre. Andaj, gjaku I tyre qoftë gjithmonë I paharruar ndër breza, ku dëshirojmë për brezat e rrisë që kena këtu edhe në zonës të shkollat, që është dëshmia më e mirë që ta kanë dhënë për ta, që të ecëm tina të lirë. Për fat keq, duhet më thonën, në si raste, institucionet nuk duhet munguar asnjëherë. Dëshmorët nuk kanë pas as parti, as nuk kanë pas dallime, pas ta kanë rënë për të gjithë neve, që na tina sot të lirë. Që na sot tina të lirë ta kundërshtojna njëri tjetrin për projekte, fjala për kundërshtime të mira, projekte për ndërtimin e vendit, se secili ka mendimin e njëjtë ndërtimin e vendit. Për mungesa tyne, realisht institucionet nuk arsitohet. Unë shpresoj dhe dëshiroj që në tarmën këtë për cilët në përvjetore mos bëhen dasi. Institucioni është ai të cilën dëshmorët e kanë vënë themelin me gjakën e tyre. Andaj edhe njëherë lavdi respekt për gjithë ranë për liri. Namën të tri organizatave të ftoj batije. Kulurat më nuna, mos e të. Faleminderit, të nderuar pranishëm. Përsa I nderojmë sot dëshmorët e rënë më 26 shtator. Nderojmë luftën o Çerkes, respektojmë familjet. Idrisi, Syla, Milazimi dhe Hiseni e kanë përjetuar sot. Por ne do të nderojmë të gjithë dëshmorët e fshatit Llarev. Të nderuar të pranishëm, faleminderit që keni gjithë kohë për të ardhur sot për të nderuar herojtë e kombit. Familjes, krenaria dëshmorëve që lavdi për jetën e tyre. Arbel një 4 zonësa, që na më të 3 organizatat të qesë bënora. Ali 4 ishte. Përshëndetje për gjithë. Ju falenderit që keni gjetë kohë me ardhë në 27 vjetorin e dëshmorëve të fshatit Qendris. Sot përkujtojmë dëshmorët Idris, Syl, Milazim Balaj, Remzi Veselaj, Agim Hasanaj, Rexhep Morina, Hysem Pantina dhe të gjithë dëshmorët të rënë për lirinë e Kosovës. Spari ju falenderoj bashkëluftëtarët e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të gjithashtu edhe arsimtarët dhe nxënësat e shkolla e cila mban emrin dëshmorët të Qendrisës. Slogani liria ka emër
emërton dëshmorët, është vetë emri dhe mbiemri i dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, si dhe i mbor popullit Liri Dashës. Lavdi dhe përjetësi për gjithë terranet, dëshmorët, martirët dhe të gjithë terranet për lirinë e Kosovës. A e qesëm lullat? E vendosëm lullat? Dëftoj një minutë bëre. Lavdi.